Përshëndetje shikues të televizionit Krone, po takohemi sërish në emisionin Super Sfida Junior. Si çdo herë tjetër edhe këtë episod I kemi dy ekipe që do të garojnë kundër. Ai I cili fiton shkon në deri në finale duke luajtur me ekipin tjetër. Pa humbur kohë, I ftoj dy ekipet, ekipi Hona dhe ekipi Yjet I ftoj në skenë. Nga ekipi Hona e kemi Anisën, Duan dhe Honën, ndërsa nga ekipi Yjet e kemi Elionën, Aumen dhe Flora. Unë mas pari pjanis me ekipin e Hona me Anisën. Përshëndetje. Përshëndetje. Tregona pak për... Unë jem Anisa Fazliju, e kam 14 vjetë. Në cilën shkolli? Në Ajin Prosheri. Ajni krejt një shkollës? Jo. Pra është Hona e garuesja e pare e ekipit, është Anisa në fakt e garuesja e pare e ekipit Hona, ndërsa garuesja e dytë është Dua, përshëndetje Dua. Përshëndetje. Tregona pak në cilën shkolli e çfarë habi ki? Dua Bajramaj, jam në shkollën Ismail Qemali, kam qef në po modele. Modele, po na I se me sport kështë... A je... Nat, Jo, nat. Po. Aha, se këtu, dvejta se këtu ma shumë me sport kemi... Pro kishte garuesja e dytë e ekipit Hona, ndërsa garuesja e tretë nga ekipi Hona është Hona. Përshëndetje. Përshëndetje. A e luv? Jo. Tregona pak për vetën si edhe këtu dy shoqet tua. Unë jam Hana Jashari, jam në shkollën Dardania dhe jam në klasën e 7. Në klasën e 7, a? E një të jetë në klasën e 7? Jo. Në klasën e 9? Se pak me konë bora çdo ekipet për me garu. Kundërshtarët ekipit Hona e kemi ekipin Yjet, e para është Eriona. Përshëndetje. Përshëndetje. Po na tregon edhe ti pak për Unë jam Eriona Isufe, jam shkollën Shkolla Bajdituria, jam modelet e solla që 2 vjetë. Modela, kështu me sport në isa ju? Jo. Kjo është e garuesja e pare e ekipit Yjet, e kemi garuesjen e dytë Aumen. Përshëndetje. Unë quhem Ame Krasniqi, jam nxënëse e klasës së 7 në shkollën fillore të mesme të Ollet, Dardania, dhe unë shkoj tek baleti në sallën B dhe ndjek atë që 1 vjet e gjys. Në balet, jo? Po. Po, edhe Eriona pas kom sportiste, edhe garuesja e tretë e ekipit Yjet është Flora. Përshëndetje, Flora. Përshëndetje, unë jam Flora Fuka, jam në shkollën Ismail Qemali, në klasën e 7, dhe jam një balerin. Ku the? Në? Ku thën... Në Ismail Qemali, jam një balerin. Në balet, apo? Pro, si që përshijet, dy ekipit I pas kom paka shumë sportista, pa unë bërko, të shojmë se cila është loja e fortë. Super Sfida. Ky show mundësohet nga Runners. Pro, loja e fortë është top, kjo lojë ka 3 runde dhe 5 pik runde. Në këtë lojë kanë me galu 2 kundërshtarë, pro njëri kundër tjetrit, mushtyes se cilë po e qetë topin e basketit me largu prej vijës, pra I fiton 5 pik. Pa unë mërko pëthire 2 ekipet, hajdi një këtë, cili doni me galu Anisa kundër Erionës. Dhe kush do mi ndimu shkën ja jep të upat e tenisit. Edhe lojën a keni qartë? Vetëm të presim countdownin edhe le të filloj loja. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Duke se s'ka me shku ka asë njëna vi, shpeshet.
Këtë di. 5 pikë rundit poshtën për ekipin yjet, po për Elionën. I kemi edhe 2 ronde tjera, vetëm t'i rregullojmë edhe të fillojmë me ronde tjera. Tani jemi të rondi i dytë, pra në rondin e dytë kam ngalu Dua kundër Florës, ta shohim se 5 pikë rondi i dytë për cilën ekip po shkojnë. A jeni goti? Po. Të presim si që të ndonin dhe let. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Më në më drejtë. Okej, kështu. Hajde. Jo, që është të gjithë. Hajde, kështu. Hajde, shpejt. O, gjuja ma anis. Shpej. Një më më të anis. Bravo. Merë një. Uto. Uto ma shumë. 5 pikë këti rondin duket, pas kam i fitu, kërkosh se... Gjuja ma fort. Po 5 pikë rondin dytë ka fitu, Dua apo përndryshe ekipi Hona. Janë 5 me pikë, tani e kemi edhe rondin përfundimtar, rundi i tretë, dhe ta shohim se kush fiton 5 pikë e rundi i tretë. Super sfida. Ky show mundësohet nga Brothers. Tani jemi të rondi i tretë ekipi i lojës Top, ta shohim se kush fiton këto 5 pikë. Lojën e kanë kuptu 2 ekipet, vetëm t'ja presim me ja fillu loja. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Edhe rondi i tretë i lojës Top ka përfundu dhe gjithë loja Top ka përfundu 5 pikë të rondi i tretë i ka fitu ekipi Hona apo përndryshe edhe Hona Galusja. Ta shohim se cila është loja e radhës. Super sfida. Ky show mundësohet nga Brothers. Loja e parë ka përfundu, tani jemi te loja e dytë e cila quhet rënës penalti nga muri. Kjo lojë ka vetëm një rund, rundi s'ka 2 minuta dhe 10 pikë fitohen brenda një rundi. Një rund e lun ekipi yjet dhe një rund ekipi Hona. Në këtë lojë do të me shëtu, apo që unë që u spjegoj ma letë? Cili përgarën i poli? Pe ju, Pro Eriona ka me shëtu topin ka me rrok murin dhe prej murit ka më këthy topin me hyngull. Në brenda 2 minuti mundi mundru 3 jatë, veç ju me gju 3 jatë për njëtën ku. Nëse lodhët ajo, hinte, nëse lodhët e hinte. A është e qartë? Edhe ju e shërbeni me tupa, aja qëtë një atë. Ekipe ka kuptu lojën, vetëm të presim janisë. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Drejtash vetëm një të përkashti. Se harroni është tërgu nëse ekipi yjet i shënojnë ma shumë topa, plus 10 pikë shkojnë për ekipin yjet. Nëse ekipi Hona i shënën ma shumë golla, 10 pikë shkojnë për ekipin e Hona.
nëse dënë mund është mundru me në njënë të i. Vetë gola kanë arrit me shënu ekipi i ta shumë se apo mund ma shumë të pa me shënu ekipi i Honës. Vetëm të rregullim këto dhe të filloj me rondin tjetër apo me ekipin Honës. Super sfida. Ky show mundësohet nga Runners. Tani jemi me ekipin e Honës, pro Anisa ka me fillu me shëtu dhe të shumë sa po mund me kalu dheqën e gollave të shënume. Nëse po i fiton 10 pikë, nëse jo i fiton ekipi kundërshtar 10 pikë. A jeni gati? Po. Vetëm presim edhe countdownin edhe le t'ja fillojmë. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. për ekipin e kundër Honës, pro për ekipin yjet. Loja e dytë, Runners penaltin nga muri ka përfundu, të vazhdojmë direkt me lojën e radhës. Super sfida. Ky show mundësohet nga Runners. Tani jemi të loja e tretë, e cila quhet Surf Basketball. Kjo lojë zgjat 2 minuta dhe mbrana një rundi fitohen 10 pikë. Pra si loja e dytë. Kina me jep kësh, po ju në kom po me këtë lojët se emrin? Ome, ka me jep me tëp, kanë mi shërby Flora edhe Eriona me tëpa dhe me shënu kësh. Ta shumë se cilë ekip po shënën ma shumë dhe 10 pikë i merë. A një qortë? Po. Vetëm të presim Regjina dhe le që filloj loja. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton.
Shumë letë, ka në veç gjemë të po. Serios? Asnjë deri tash nuk ka shënua. Jena të ekipe. Ekipe ko. Minuta ka përfundu, garuesja e ekipit yjet nuk ka shënu asnjë kësh, apo? Asnjë, pro të shohim se ekipi kundërshtar apo mund me shënu në një dhe mi fitu 10 pikë. Po veç një Vetëm të rregullojmë edhe fillojmë me rondin tjetër. Super sfida. Ky show mundësohet nga Brothers. Lavimi të loja e tretë, por me ekipin e kundër të ekipit yjet, pro me ekipin Hona. Ta shohim se apo mund me shënu ndonjë kësh dhe me fitu 10 pikë kjo garuesja. A jeni goti? Edhe t'ja je goti? Vetëm të presim Regjinë dhe le të filloj loja. Anis, të ka shumë i gjushë. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Se ka më një. Ja për kësh. O, për pak. Jo, ashtë të kur afrot ja. 2 deri tash dua, bravo dua. Katër sekunda. Dua. Minuta ka përfunduar. Dua ka rritur shënu 2 kosha për 10 pikë e kësaj loje shkojnë për ekipin Hona. Loja e tretë ka përfunduar, ta shohim se cila është loja e radhës. Super sfida. Ky show mundësohet nga Brothers. Super sfida. Ky show mundësohet nga Brothers. Tani jemi te loja e katërt e cila quhet penallti sy mbyllës. 3 runde i ka kjo lojë, 1 minutë është rundi dhe 5 pikë i fiton brenda një rundi. Në këtë lojë pra do të garojnë 2 kundërshtarët, njëri me sy mbyllas në gol dhe tjetri me sy mbyllas duke shutu. Cili keni me garu Hona kundër Florës. Hona mbroj në gol dhe Flora ka me shutu, ndërsa bashkëlojtarët mundi me topa me ndihmu edhe me orientu. Vetëm me fjallë. Për shembull gjuje nonën e majt, nonën e djathtë, edhe jo gjithashtu. Mbroj nonën e djathtë, nonën e majt. A jeni gati? Hona dhe Flora, apo shini najsem? Jo. Mbyllë syt, edhe Honë mbyllë syt. Dhe le të filloj loja. Minimuna e najse. Kam shtë? Vetë e presim edhe countdownin. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fal, këtu, syzat pak më poshtë. Loj, hama. Kamerës e s'përshona. Rundi ka 1 minutë.
Ona shkëm bë onash. Jo, këtheu, vetëm prej vizë gutën me shtu. Pak po mbin syzat. Sa për para poshtë, s'ka lidhje. Zë janë për Nuk ka lidhje më mbroj. Mbroj ona. Dë tupa deri tash pas ka shënu Flora. Jes përshon në san. Mirë. Kam bete edhe 15 sekunda. Mirë, shkëmbroj tjera. Ta shumë se Flora sot u pa rrinë me shënu. Shko. Minutorë ka përfundu, pro 3 dhe Hona 3 nuk ka mujtë një mbroj. Tash e këthejmë non e këndër, pro Hona apo cili doni, ose Hona me shëtu. Apo në me shëtu tani. Jo, Hona duhet me shëtu dhe Flora me mbrojt. Rego. Por në shisha stana e din, zdisha s'ka është Po golla. jenë drejt, okej. Sa është në këpëta qitë komë të Po ti dëshmë ka du gjatë pas majtas. qëra honë, ka vesh se? Çfarë? Këtë që të këmë? Qëto? Këtë që të këmë? Le që shtë? He? Të është goti vë që A i një goti? Vetëm mbin të syza- prezim ka ndonin si gjithmonë edhe let ja filloj. Ishtë mojtë. Flora ka rrit mi shënu 3 tupa, ndërsa të shumë se Hona so apo mund me fitu 5 pik duke i shënu ma shumë golla. Sa është tim stres. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Ako to po? Zëm një kurë topi. S'po mëj. Ishtë të ndret. Ja, pa i koma. Vetëm prej vizë, mëse lejoni me dollë më kësaj. Mas, drejt. Drejt, kur të është të kështë drejt. Mbrojnë, gjatë. Mirë. Kam bejt edhe 20 sekunda ku. Mirë. Mua topi. Oh, Ja, mirë, këna. Gjatë. Edhe një, Kotër. ako top? Minutorë ka përfundu, pro 5 piki rundës po shumë për ekipin e Florës, sepse ka shënu ma shumë golla. Tani, po shkojmë direkt me rondin e dytë dhe cila për juve po do me shtu? Dua, këndër, kush po do me mbrojt? Erjona të bojnë anë dyja? Okej, a me mbrojt, a me shtu në dyja? Me mbrojt. Ku jem Tani topat, pasaj o është marrë me... një topat. Marrë topat, dua. Vetëm tim rjedhen topat edhe shfillojmë direkt me rondin e dytë. Në rondin e dytë janë duke galu Anisa po. Anisa kundër Erionës, ta shojmë se sot sa golla parin me shënu Anisa. A jeni goti? Vënaj syzat. Edhe Eriona, vetëm të presim kantonin edhe le të fillon. Qatë e ki? 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Jep qatë. Qatë ku e po të komën. Mira. Qatë. O, bravo. Qa më në i top qatë. Mbroj, majtaj. Anisa më duket se këgja shumë ka shënu. Mirë. Të qatë. Kam beti edhe 20 sekunda ku. Mira. Qatë. Qatë. Mirë. O, shpejt, Anis. Minutorë ka përfundu, Anisa sot u ka rrit me shënu 5. Bravo. A shumë edhe Eriona se so golla po arrin me shënu edhe 5 pik për kënë për shkujnë. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton.
Mire, leja atë. Hajde, ja, përpo, mire ki. Majtas. Përpora ki. Gjata. Tre. Rajta dhe të gjithë. Mire, shëtë, përpora ki. Asnjone, mira. Rini harmas. Majtas të le. Çfarë të java çajo? Mirë, sansko. Mirë. Ja. Majta. Opa. Ju se ja këpo. Ju qëtë. Sa zëni majte? Lihar prit. Mas. Ju qatë të shte. Mirë. Një do baka mundu, sa do baka rritë një shënu? 2, më duke ta. 4. Pro, 5 pik e rondi 2 shkojnë për ekipin e Honës. Ta shojmë edhe rondin e 3 se 5 pik për kam për shkojnë. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Japi. Gjuje. Gjuje drejt. Majtas. Gjuje. Gjuja. Qatë. Jo mirë pështu. Mira. Më nëbejt edhe 15 sekunda. Po gjuje fort shumë. Asnjë se ke po. Pjesa e vore e rondit 3 ka përfundu, sot e u ba ka rrit me shënu 5 ka rrit me shënu dua, ta shojmë se omja so pa rrit me shënu. Jemi të pjesa e fundit e lojës e 4 plop penalti së mbyllas, ka mbet vetëm edhe ome me shëtu në gol dhe të shojmë se so gollat pa rrit me shënu dhe 5 pikë cile ekip po i merë. A jeni goti? Letja filloj loja. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Rini har drejt. Shumë. Kërka mirë. Drejt. Shutë me kontat. Shutë. Ma këtej. Për që ata një ju dy jam i tregu ka është gulla, jo. Me që të kom, hajtë. E kom dja. Edhe nuk keni drejt me plek, vetëm je fjollë. Loja e 4 ka përfundu 5 pikë rondit fundit ka shku për ekipin e Honës. Ta shojmë se cila është loja e 5. Super sfida. Ky show mundësohet nga Runners. Jemi të loja e 5 e cila shuhet gjejë personazhin. Në këtë lojë është një rond, 2 minuta rundi. Në brenda një rundi fiton 10 pikë. Më varet se cila ekip gjenë personazhin ma shumë. Njëri pej cile po dëni? Eriona është në mes dhe 2 bashkëlejtarët kanë mi ndihmu se për personazhin që delat në foto aty. Dhe nëse kjo i gjenë ma shumë se ekipi tjetër, 10 pikë shkojnë për ekipin e yjet. A është e qartë? Jo që do një shkoni ullë. Edhe, a kënë, a qava. A i një gotja për kuptoni lojnë? Vetëm të presim kandonin edhe letja filloj loja. 5, 4, 3, 2, 1.
Loja starton. Vetëm veç që emrin zguzojmë ja për më. Është një këngëtare. Ka flokët Borda. Borda, po. Vjen prej Kosovës. Jeton në Francë, po mdoket. Jeton në Francë. Që do një moni edhe me kalu. Veç thuj tjetrën edhe del foto tjetër. Tjetrën. 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 E sa ma pak foto që gjeni. Okej. Është një këngëtare. Është pak theatrosh. Zeza. Zeza, po. Kjo shpjegon shtifi. Jo. Është një këngëtare. Prej cilët vend vjen, Është pi Kosovës. çfarë muzike bën, nashta. Kënë rap. Aty. Ka botox në trup. Hajde të bësh. Flokët e zeza. Ka botox. Janë për Kosovës. U ka në lidhje Te me Kosovës është Nojzen. A për para. Jo, Qyqeta? Qyqeta. që do një moni me kalu. Alo. Okej, Ka është një flokët e zeza. është vjen pi Kosovës, jeton dikon në Amerikë jeton. I ka flokët e shkurta. A kënë në anglisht, shqip? Është anglisht vjen. Kante Met Gala. Dua Lipa? Drejtar, vetëm një foto kanë arrit me gjithë. Okej, është një djalë. Këngëtar. Zeza. Po, është i Kosovës. Kënan shqip, e më thonë. Rap? Ka muzikë. Ka përfundu plau. Brenda 2 minutave kanë arrit me zjetë vetëm një foto e ekipi yjet, ta shohim se ekipi i Honës so foto po arrin me gjithë. Janë edhe ju këtë, cila po do me nejtë mes? Aniza në mes, Dua dhe Hona kanë mi ndimu me gjithë fotot. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Me qa ka shpi, është Nëse Rafuna? është kryesori. Mirë, Mire tha. tha. Është këngëtare. Është e famshme. Ka shumë tatuja në për trë. Po, edhe Ka flokët e shkurta. Zeza si Kënë shqip? Po, Shqip, kënë Shqip. Ka shumë tatuja. Ka i stefi? Jo. Adafina? Po. Kalu. Kalu. Kalu edhe këto. Është Ka këngëtare. flokët e shkutra. I ka flokët edhe zeza dhe të borda. Pak që ashtu diçka. Po, ama është e Shqipnis. Kalu. Edhe kalu, po thaj. Kalu. Edhe një minut. Kalu. Kalu. Ka shumë. Është këngëtare shumë e famshme, tepër e famshme, krën Shqip. Edhe gati gjysa në Kosovë ngojnë. Edhe shumë Ka flokët e gota. Del. Shumë Tiran. Shtë. I ka flokët e Durata, gota. Jo. Tajna? Po, Ajna. nuk është aktore e Kosovës, është e Amerikës. Ka një... Aktore filmeve më duket. Dhe është... E ka një make-up brand të vetën. Jana Grande? Jana Grande? Jo titra. Është ajo pak më e famshme. Pak më e famshme. Kylie? Jo, Kaljoni? Kalë. Kalu. Hajde. është e këngëtare. Ka përfundu koha, so vëtë ka arrit me zjetë ekipi i Honës. 3. 10 pikë e ekipit, 10 pikë e kësoj loje shkojnë për ekipin e Honës. Loja gjej personazhin, loja Gjort ka përfundu, shkojmë direkt me lojen tjetër. Super sfida. Ky show mundësohet nga Runners.
Tani me të luja Gjorë, e cila quhet Shtet Qytet, i ka 3 runde, 5 pikë rundi. Unë nuk 5 shpjegoj sepse e dina gjithë këtë lojë, vetëm a jeni gati ju dyja? Kur të fillon kantoni, unë ja u them një shkruajnë dhe ju me atë shkruajnë filloni me shkru gjithë emrat. A jeni të 5, 4, Shkruajnja O. 2, O. 1. Loja starton. Nuk e di, shko shtypën ja, tani e diskutojna. 5 pikë që unë i ploj jutën dua apo ekipi i Homës. Sepse e fundit brand, a e fut nuk ka qenë mirë. Te të fillojmë edhe me rondin e dytë, vetëm ndrohen nga rusët. Super sfida. Ky show mundësohet nga Runners. Jena të rundi i fundit të lojës Shtet Qytet, pra rundi 3, lojën pe kuptoni, tashmo veç të prezim kantonin edhe ja u thëm shkruajnje. Pes, 4, Shkruajnja S. 3, 2, 1. Loja starton. Tek gongon ku të fit. Garusja e ekipit yjet apo? Garusja e ekipit yjet ka rrit më shumë gjithë fjalët. Shtet Sponja, Qytet Saronda. VIP Selena Gomez, ka Shroja, Brand Sephora. Pro 5 pikë shkojnë për ekipin e yjeve. Kjo ishte loja e parafundit, shkojmë edhe me lojën e fundit apo për ndryshe lojën e shtotë. Super sfida. Ky show
mundësohet nga Brothers. Jemi te loja e fundit, e cila quhet lufta me jastak. Për këtë lojë mund të them se është më e famshme në emisionin Super Sfida. Dy garuset kanë me garuse cila po bjen tokë e para. Ajo cila bjen tokë e para e humb lojën. Në gjithë se jenë 3 ronde. A jeni gati? Vetëm të presim kantonin edhe le të filloj loja. Jam e mojt me 2 durt. Jam e mojt me 2 5, durt. Qysh dush, veç do të murdhë. 3, Edhe ju në kokë me sill, kokët e poshtë. 1. Loja starton. Jetëm një mëre. Pra, këtë rond e ka hut Erjuna, tash është rondi i dytë. Flora kundër kundër Duës. Kështu është pra edhe për këto dyja. A jeni gati? Le t'ja filloj loja, vetëm të presim edhe kantonin. Pes, 4, 3, 2, 1. Fillani. Loja starton. Jo në pri, veç poshtë. Pra Dua e para ka prek në tokë, kështu që Dua e ka humb lojën, tash është edhe rondi i tretë. Këto dyja pra. Na jeni gati? Vetëm të presim kantonin edhe këtë rond edhe le të filloj loja. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Garuesja e ekipit yjet ka prek e para në tokë, kështu që lojën e ka fitu Hona. Kjo ishte loja e fundit, i gjithë emisioni ka përfundu. Vetëm të shkojnë për vendet, i tregojmë rezultatet dhe ta përmbyllim emisionin. Super Sfida. Ky show mundësohet nga Brothers. Po, kjo është fundi i emisionit, si thashëm më herët, ka ardhur koha për mi tregu dy ekipet pikë dhe për me shpoll fituesin. Ai i cili është fitues vazhdon në lojën e radhës, në episodin e radhës deri në finale. Yjet 14 dhe Hona 45. Pra fitues këtij emisioni janë ekipi Hona. Faleminderit për dy ekipet, keni si gjithë në kohë fotën e Super Sfidës. Faleminderit edhe për juve që na shikut, deri në emisionin tjetër shihemi. Në emisionin Super Sfida.